tim nga aja të zeta. Ore, kush e ndërton këtë kullën këtu 50 katëshe? Kush është nga këto burimi financiar? Pse janë bosh këto? Pse këto mira ndërtime që bëhen janë bosh? Ku po ndërtojnë këto resorte? Në jug të Shqipërisë, e ku do me radhë, ka bënoj një hetim Altin Dumani për këto? Për pastrim të parave? Jo, kush i ndërton? Investitorë strategjik që pastrojnë para dhe nuk dihet provenienca pre ardhja e tyre. E kanë vënë theksin në raport. Prandaj, për çfarë e vën theksin ti kur ti je personi vetë që duhet ta hetosh atë? Ku t'ia kërkon ti llogari që pse nuk është hetuar kjo? Kërkon llogari. Atë kërkoja vetës llogarin. Kështu që unë mendoj se prokuroria e posaçe, sidomos Altin Dumani, ka dështuar në luftën ndaj korrupsionit. Okej, dakor, nëse do ta bëjmë për statistikë, ka statistikë, se arrestoi zotin Meta, padyshim, rëmbeu në mes rrugës e kështu me radhë. Këto janë statistika. Unë po flas ata që kanë vjedhur buxhetin e shtetit. Ata që pastrojnë parat në Shqipëri dhe Tirana duhet dini një gjë. Konsiderohet nga antimafia italiane, hapni aty të gjitha intervistat e Graterit, prokurorit antimafjes, çfarë thot? Shqipëria është një vend korrupt, thot. Është një vend tejmase i korruptuar. Dhe thot, është korrupsioni ka arritur deri në administratën e lartë publike. Deri në nivelet të larta të qeverisë shqiptare, thot Grateri, nuk e them unë. Dhe në Shqipëria, thot, është bërë lavatrice e pastrimit të parave, jo vetëm të mafjes shqiptare, po dhe të mafjes rajonale. Pra, e ka rajonale, thot, dhe për italianët, që pastrojnë parat në Shqipëri. Tani, ku t'ja kërkon Altin Dumani, që bën raporte të kësaj natyre dhe thot që shiko se Shqipëria është kjo. Po çka ke bërë ti pastaj 3 vite? Për çfarë kanë paguar ty 3 vite? Shqiptarët. Që tani kërkon dhe të ruesh akoma. Qa ke bërti do ruesh me eskort një? Për qa kërkon ruetje? Qa ke bërti? Ku ti ke rënë ti në hak që ti do dashke të ruesh? Ku ti ka rënë hak kjo individi një? Që kërkon të ruet me 20 polica në pas? Ku ti ka rënë hak? Se unë nuk di ti ke rënë në një shqiptari në hak Altin Dumani. Nuk di ti ke për sekuestrime, as palatesh, as apartamentesh, as që me radhë. Ti mos frikë që veç më ta dim ne publikisht se që i ka do të vetë që kërë këto janë frustrime, këto janë frustrime, këto na ndeshemi ne avokatët, ndeshemi kërcënojemi ne, në loj njerëzish dhe vi puna nuk kërkojnë, nuk bëj viktima. Po le tani mos më trego se nuk ndodhi. Ishte lufte hapura që bëri Velia. Bëri Velia që do ndodhi, do veni do vrisi prokurori, po le tani o Aida se nuk të ashtu njeri, Arani Qela kish fut gjysmë shqiptarëve në burg, kish vrar 5.000 veta me pushkatime, 200 vjeç duke shëtitur gjithë ditë të Tiranë, Rami Zalia gjithashtu, po na lër tani me këto janë historira, shiko, këto kishin marrë jetë njerëzish, tani Dumani, dikuj tjetër aty. A nuk i shkuan drejt tek fëmijët? Unë mendoj që nuk i ka rënë askujt në hak prokuroria, nuk ka bërë hetime, po se unë s'kam asgjë personal, se s'kam se ta kem, nuk kam në njeriu tim atje në atë, nuk kam. Kupton, se arrestoi zotin Meta thua, po unë jam klient, unë jam avokat, nuk jam djali i zotit Meta, duhet ta kuptoni edhe këtë gjë. Problemi është ky, që zoti Dumani, okay, ja po e marr unë ka personale. Zoti Dumani ne kemi bërë 10 seanca, 7 muaj gjyqje për zotin Meta, i kemi kërkuar të vinë seancë gjyqësore të mbronte akuzën e Diçes Dias, nuk erdhi asnjëherë. Pse nuk vinte, të mbronte çështjen e tij që kishte nisur vet. Çfarë të bëjmë ne Dumani tani? Meqense kisha personale, apo ja them e ka personale. Por problemi është që niste prokuror të tjerë që nuk dinin të lexonin akuzën, se kishin bërë vetë më. Po kjo është të lexoj unë një gjë që ke bërë ti që unë se di ç'është. Për të mirën tuaj, bie që ju do merrni pavajse. Shiko, unë flas që kush janë këta individ. Tani ai kërkon, thot korrupsioni aty kjo këtu. Po kush e ka atë të korrupsionit? Korrupsioni, disi niset një hetim korrupsioni, duke dëgjuar ne këtu në studio. Kështu e nis bota hetimet. Duke dëgjuar një analizë në studio, dhe thot, dalin që këta dëgjojnë që këtë, sepse studio televizive janë serioze, thot, ta dëgjoj, të marrë që informacion, thot, dhe fillon hetimi. Pse të ta bësh ti hetimin, se të qoj Belit Këlliçi i kallëzime penale pa